Ne kemi shumë interes që ta ndryshojmë gjendjen ekonomike të njerëzve. Një vendim i përgjithshëm është që përpara se të shpallen zgjedhjet lokale, të bëhet të punësohet një kontingjent i madh i të rinjve tanë, diku ndoshta do të jenë deri në 10.000, prej të cilëve shqiptarët do i kenë 25%, domethënë i vjet diku 2500 që do të jenë vetëm të shqiptarëve. Tash kjo punë nuk është e lidhur, nuk mund të japim ne afate të sakta se do bëhet këtë muaj ose atë muaj, por sigurisht që përpara se të shpallen zgjedhjet lokale, kjo punë do kryhet. Unë mendoj që kjo do jetë një injekcion i mirë për plot të ri të cilët dëshirojnë të punësohen dhe të vazhdojnë jetën e tyre në këtë vend dhe të mos i braktisin këto troje.